Mirëpërshëndetje të gjithëve dhe shumë faleminderit që keni ardhur në këtë dëgjes publike të komuniteteve të njësisë 8 dhe njësisë 9. Jemi këtu së bashku me përfaqësues të qeverisë, se gjithashtu edhe deputet dhe përfaqësuesit e Bashkisë Tiranës, nënkryetarët, për të diskutuar mbi buxhetin 2026, po mbi gjitha për të adresuar ato halle, shqetësime, probleme tuaja, të cilat ne jo vetëm i kemi në vëmendje, por edhe i kemi adresuar dhe adresojmë vit pas viti në buxhetet tona, e gjithashtu duam që të flasim konkretisht pikërisht se si i kemi gjetur zgjidhje dhe cilat janë projektet dhe prioritetet për buxhetin 2026. Të dyja këto njësi janë në kufi me njëra tjetrën, preken nga projekte të mëdha të zhvillimit infrastrukturor. Në fakt ndryshime të mëdha kanë ndodhur në këtë njësi, sa i përket zhvillimit infrastrukturës, sa i përket shërbimeve për fëmijët, shërbimeve për të rinjt. Numri i qerdheve, kopshteve dhe shkolla në këtë njësi është një numër i cili është i konsiderueshëm pra në raport me atë që kemi patur, qoftë për sa i përket ndërtimit të shkollave të reja, qoftë për sa i përket zgjerimit kapaciteteve të qerdheve, kopshteve dhe shkollave, dhe sigurisht është e vërtet që sfidat me cilat përballet sot Tirana dhe sfidat patjetër edhe të njësisë 8, njësisë 9, janë sfidat cilat kërkojnë pikërisht që investimet në buxhetin tonë të jenë investime që të adresojnë pikërisht nevojën që këto komunitete kanë, edhe sa i përket shërbimeve për fëmijët. Ndalem këtu sepse duke qenë edhe vetë deputete e Tiranës edhe prej tashmë disa mandatesh, në mandatin e 3 edhe në njësinë numër 9, dhe e di shumë mirë se cilat janë sfidat me cilat përballet njësia 9, por njësia 8 dhe gjithë Tirana, ne kemi bërë në fakt një punë të madhe, jo vetëm përgjatë fushatave elektorale. Ju e dini që për ne çdo ditë e vitit është si fushat, pra është fushat mbi gjitha komunikimi me banorët, komunikimi me komunitetet, me të gjitha ata qytetarë që duan ta shohin qytetin edhe më të zhvilluar, por nga ana tjetër duan që të prekin këto investime aty në lagjen, në rrugën, në vendin ku banojmë. Ndaj duhet ndalem tek aspekti që lidhet me qerdhet me kopshtet dhe shkollat, sepse të dy njësitë, dhe njësia 8 dhe njësia 9, janë njësi të cilat zhvillimi i ka prekur në raport me lagjet e reja. Në fakt qoftë në njësi 9, ku lagjet e reja që tashmë janë edhe në përfundim e sipër në rrugën Jordan Misja apo në përfundim të aksit të Don Boskos, gjithashtu edhe lagja 5 Maj që prek edhe njësin 4 edhe njësin 8, por edhe zona tjera në këto dy njësi, kemi zgjerim pra të infrastrukturës, rezidencave të banimit dhe ku është normale që të planifikojmë dhe zgjerim të infrastrukturës të qerdheve, kopsheve dhe shkollave. Dhe për këtë arsye, sot kemi këtu edhe nënkryetaren e bashkisë dhe që merret me buxhetin, me hartimin e buxhetit, dhe gjithashtu dhe nënkryetaret e tjerë për të diskutuar se cilat janë planet dhe për të folur me ju për ato adresime pra të shqetësimeve që lidhen me komunitetin tuaj. Dhe për sa i përket qerdheve dhe kopshteve, ne kemi një plan i cili përpos ndërtimit në ato hapësira që janë hapësira publike, përmes ndryshimeve ligjore që kanë ndodhur tashmë, ne kemi vendosur edhe në ligj mundësinë për të adresuar pikërisht hapësira sociale për fëmijët në të gjitha ato rezidenca banimi, pra që do të jepen si leje për ndërtim në hapësira jo publike. Dhe kjo është një hap tjetër drejt mundësisë për të zgjeruar kapacitetet e shërbimeve për fëmijët, qoftë për qerdhat, qoftë për kopshet, dhe gjithashtu për të adresuar këtë shërbim të nevojshëm që banorët, mbi gjitha familjet e reja duan që të kenë pra
për fëmijët e tyre dhe është më se normale që ne t'i sigurojmë këto. Dhe pse, dua këtu të bëj një parantezë, një punë e madhe është bërë në Tiranë për investimet e reja në të gjithë infrastrukturën e objekteve arsimore. Dhe jemi të shkollat dhe duaj që të përmend një tjetër program i cili nis me buxhetin e vitit 2026, një program i cili ndërthur partnerët strategjik që janë pikërisht qeveria dhe bashkia, në këtë rast bashkia e Tiranës, për programin e ushqimit në shkollë dhe programet passhkollore. Me buxhetin e vitit 2026, Ministria e Arsimit ka alokuar një fond të posaçëm për programin after school apo pas shkolle që do të bëj të mundur që në shkollat 9-vjeçare nga klasa e parë në klasë të 5 të mundet që të nis me buxhetin e vitit 2026 pikërisht ky program i rëndësishëm që do të ezauroj një kërkesë të kahershme të prindërve për të patur mundësi që fëmijët, sidomos për atë grup moshës dhe të klasave nga e para në të 5, të kenë mundësi të qëndrojnë edhe më gjatë në shkollë, pas orarit mësimor, me një plan tërësisht të organizuar nga Ministria e Arsimit, për sa i përket programit, ai do të përmbajë jo vetëm mësime për forcimi për lëndët që kryen pra gjatë orarit mësimor, por gjithashtu edhe plane të cilat të mbështesin fëmijën në aspektet kulturore, artistike dhe gjithashtu edhe sportive, sepse tashmë shkollat tona kanë mundësinë dhe ofrojnë pra të gjithë kapacitetet e nevojshme për të kryer këto aktivitete në kushte moderne, në kushte bashkohore dhe sigurisht fëmijët tanë të ndjehen të sigurt. Nga ana tjetër, Bashkia e Tiranës është duke diskutuar projekt buxhetin sigurisht në të gjitha ato nivelet dhe strukturat, më pas Vasilika do ta shpjegoj dhe do të përfshi ato element që është shumë i rëndësishëm dhe që lidhet me ushqimin në shkollë që do të ofrohet pikërisht nga Bashkia e Tiranës sipas një skeme që po diskutohet edhe me Ministrinë e Arsimit. Ndaj ky është një projekt të cilin ne tashmë e nisim me buxhetin e vitit 2026 për ta zgjeruar patjetër në të gjithë Tiranën dhe në qendërqarqet, ashtu sikurse ne e kemi vendosur edhe në programin ton qeverisës Shqipëria 2030. Por patjetër që ka shumë programe, politika të reja dhe buxheti 2026 i përfshin. Programi që lidhet me infrastrukturën moderne dhe të gjithë Tiranën do të jenë me 10 rrugët e reja apo rehabilitimet e rrugëve, blloqeve të banimit, të cilat planifikohen të investohen me buxhetin e vitit 2026 edhe për një sintet dhe nën gjithashtu investimet janë dhe lidhen jo vetëm me infrastrukturën e rrugore, por gjithashtu edhe me atë të kanalizimeve, ujësjellësit dhe duke krijuar mundësinë kështu që ne të shkojmë në mënyrë kapilare dhe në ato zona që janë periferike të Tiranës dhe që edhe njësia 8 edhe njësia 9 i përfshin dhe sigurisht për të zgjeruar më pas edhe në zonat të mëtejshme në të gjithë Tiranën, sepse buxheti 2026 i bashkisë, por edhe i qeverisë, është një buxhet i cili adreson prioritetet kyçe që kanë të bëjnë me jetën dhe cilësinë e jetës së qytetarëve. Ndaj unë do doja që të ndalesha gjithashtu dhe në disa elemente që besoj që janë të rëndësishëm për të diskutuar së bashku. E thash që kemi nevojë që komunikimi ynë të jetë në vijimësi, ashtu sikurse ka qenë deri më sot. Ne nuk jemi në një fushat zgjedhore dhe ju e dini, por komunikimi ynë është i pandalshëm, pikërisht për të adresuar ato shqetësimet tuaja, por nga ana tjetër edhe për t'ju patur, siç kemi qenë gjithmonë në krah të njëri tjetrit, për të bërë punë të mira për Tiranën dhe për të ecur përpara në drejtimin e duhur drejt një qyteti i cili modernizohet dhe transformohet çdo ditë. Kemi nisur një operacion për çlirimin e hapësirave publike, i cili po vijon me intensitet në të gjithë Tiranën dhe në fakt hap pas hapi po shohin se si janë çliruar e si po çlirohen çdo ditë hapësira që ishin të zëna
dhe të cilat ishin dhe të pashfrytzuara nga komuniteti, duke krijuar mundësinë që tashmë të kemi në dispozicion të projekteve që janë duke u hartuar nga arkitektë vendas, po edhe të huaj, rreth 100.000 metra katror. Janë më shumë se 1.000 hapësira tashmë të lira, 1.000 mundësi për të shfrytzuar pikërisht në funksion të komunitetit, për më shumë këndë lojrash për fëmijët, për më shumë hapësira çlodhëse për të moshuarit, për më shumë hapësira apo kënde të vogla sportive në lagje, dhe ajo që do të bëjmë së bashku dhe që adreson edhe buxheti i bashkisë është pikërisht zbatimi i projekteve që tashmë janë duke u hartuar, duke u dizenjuar nga këto ekipe arkitektësh dhe që shumë shpejt ne do t'i prezantojmë edhe së bashku. Si deputet të Tiranës, ne jemi çdo ditë pranë jush, jemi bashk në ato sfidat mëdha që kalon Tirana çdo ditë, por jemi bashk edhe teksa shohim se si investimet kanë ndryshuar jetën dhe cilësinë në komunitetet tona. Njësia 9, njësia 8 janë njësi që nisin në zemër Tiranës, aty në sheshin Skënderbej, përfundojnë tek Bregu i Lumit, një tjetër investim që do të zhvillohet në projekt buxhetin afatmesëm dhe që ne dim që ka çështje që edhe banorët duan që t'i adresojnë dhe jemi duke i adresuar, pra jemi shumë të vetëdijshëm për problemet që ka Tirana. Unë vetë i kam ndjekur personalisht që për 109, por edhe për 111, 104, gjithashtu që e prek pra në tërsi ky aspekti pra ose lidhja që veriore në Tiranë, pra që kalon lumi, Bregu i Lumit, dhe që normalisht ka nevojë edhe për një tjetër ridimensionim që lidh Tiranën me Unazën e Madhe. Dhe këtu jemi duke punuar për t'i dhënë një tjetër dimension dhe shfryrje gjithë aspekteve që lidhen me trafikun, me hyrje daljet në Tiranë. E kemi adresuar si deputet, sepse edhe nga qytetarët e Tiranës e kemi këtë shqetësim për të ridizenjuar hyrje dhe daljet në Tiranë në mënyrë që të kemi pra më shumë aksese të cilat të krijojnë lehtësi në trafikun në Tiranë dhe gjithashtu edhe në lidhjen pra mes Unazës së Madhe dhe qytetit. Sigurisht që sfidat e Tiranës sot, një qyteti që rritet dhe zhvillohet çdo ditë, janë të mëdha. Transporti publik është një tjetër sfidë që është një tjetër prioritet i bashkisë dhe që jam e bindur që edhe nënkryetaria e bashkisë do të adresoj për projektin që tashmë ka nisur Bashkia e Tiranës për modernizimin e linjave të transportit publik. Nga ana tjetër, parkimet janë po aq të rëndësishme. Një tjetër projekt ne jemi duke nisur edhe me mbështetjen e ekspertizës, një eksperti nga Barcelona që ka ardhur pikërisht për të krijuar një koncept të ri që në Barcelonë njihet si super bloqet dhe që edhe në Tiranë do të zhvillohet në të njëjtën mënyrë për të dhënë përparësi këmbësorëve, po dhe për të krijuar pikërisht këtë konceptin dhe filozofinë e re të bloqeve, ku prioritet kanë këmbësorët dhe ku kemi një arredim urban që lehtëson lëvizjen e njerëzve dhe që sigurisht akomodon nevojat edhe të biznesit në një mënyrë dhe në një filozofi të re, sikurse tashmë ne kemi të propozuar. Por çdo gjë ne do ta ndajmë me ju, do ta ndajmë me ju sa i përket projekteve të reja dhe gjithë investimeve që ne do të bëjmë në Tiranë, blok në blok. Dhe për këtë arsye, sigurisht që takimet tona do të jenë të shpeshta, siç kanë qenë në fakt deri më sot. Së bashku me deputetët e Tiranës, ne jemi takuar dhe kemi mbledhur në fakt në një inventar të gjatë të halleve dhe të çështjeve përzgjidhur mbi 2000 problematika, të cilat jemi duke i adresuar secilën prej tyre me institucionet përgjegjëse, qoftë me bashkinë, por edhe me institucionet që varen direkt nga qeveria, për t'i dhënë zgjidhje dhe për të kujdesur që secili nga hallet dhe shqetësimet që
ne na kanë përcjell banorët të mundet të gjejë një zgjidhje qoftë nëpërmjet buxhetit, por qoftë dhe nëpërmjet procedurave të cilat ndiqen nga institucionet, qoftë ato të qeverisjes qendrore dhe lokale. Por sot jemi këtu gjithashtu edhe për diskutuar prioritetet dhe politikat kryesore të buxhetit të qeverisë. Ndaj, përpara se t'ju kaloj fjalën edhe të diskutojmë së bashku, unë do doja që menjëherë të jepja fjalën ministres sonë të ekonomisë dhe deputetes Tiranës Delina Ibrahimaj për na shpjeguar prioritetet dhe